Një ditë më parë, GKK shpalli dënimet për të pandehurit e dosjes së parë Metamorfoza, ku përfituan lirin ish prokurori Gjevahir Lita dhe ish kreu i operacionales Oltian Bistri. Lirimi i shefit të operacionales dhe ish prokurorit do të kundërshtohet nga SPAK. SPAK kishte kërkuar 9 vite burgim për Bistrin, por gjykata e shkallës së parë e shpalli të pafajshëm për 2 akuzat kryesore, ndërsa e dënoi me vetëm 3 vite burg, vetëm për zbulim të akteve sekrete, pasi dekonspironte operacionet e policisë së shtetit për llogari të biznesmenit Pëllum Gjoka dhe pjesës tjetër të grupit kriminal. Bistri u lirua. Për ish prokurorin Gjevahir Lita, SPAK kishte kërkuar 6 vite burg. Lita u përball në gjykat për akuzën e korrupsionit dhe nxjerrjes së sekretit hetimor. Lita u dënua nga GKK me 5 vite burgim, me gjykim të shkurtuar zbret në 3.4 vite dhe përfiton shuarje të masës arrest me burg. Vendimi për 2 të pandehurit do të shkojnë në apel pas ankimimit të SPAK.